kanë fillu të mu lërit në sy djalit, më kanë fillu të mu lërit si drejtoresha, si nën drejtoresha. Ky fëmi ka një problem, pra ne jetu e pru në këtë shkollë. Qa problemit ka ky fëmi, mu lërit që mi shte qullë në drejtoresha në kam, unë isha ullën karige, me erdhin ftyrë. Thuj maj, nuk ashtë nëjë gjanë, thuj, fëmija jem ka i këtë problem. Thuj maj, zoj, nuk ke nevoj me rejt, për qa ke pru në këtë shkollë. Të me thonë, E gjitha kjo në pranit të djalit. Po, në pranit djalit. Nga ju vinte ky mlef, ky shpërthim autoriteteve të shkollës ku ti doje të regjistroje djalin? Pra kishin një të dhënë ata, kishin një informacion që ky fëmijë kishte probleme? Se vetëm transferimi nuk është argument. Po, por të pas parasysh që thash më përpara, faktin që ti jetu e transferu fëmin tanë për një shkollë private, një shkollë shtetërore, këtu ka një problem.